Ti muhabbet ja, aksionari me atë spionin shehu dhe rapin që fatë mirin. E ki drejt vonin. Me dytë jem aksionari me ta. Fatmir Sheholli i UDBA-s me kriminalin Milan Radojqić dhe lidhjet e tyre me njerëz të poshtetshëm në Skënderaj. Historia e kriminalit Milan Radojqić kishte filluar qysh herët. Ai dyshohej për vrasjen e politikanit serb Oliver Ivanović. I njëjti po ashtu akuzohej edhe për presion që kishte bërë mbi dëshmitarët të cilët dëshmanin kundër të akuzuarve në rastin Brezovica, e të cilët akuzoheshin se kishin marrë mitu në këmbim të dhënies së lejeve ndërtimore të vilave që degraduan zonën turistike. Ndër të akuzuarit që kishte dashur ta shpëtonte Radojqići ishte edhe Arben Qitaku, i cili lidhet me ndërtim në qendër të Skënderajt e që shkatroi një lagje të tërë, gjithë rrugën Emin Lati në këtë qytet. Por e gjitha nuk mbaron me kaq, pasi që në këtë histori futet fuqishëm dikush tjetër. Ju kujtohet emisioni Kojshia Show kur Fatmir Sheholli, i cili kishte deklaruar që ka qenë pjesëtar i MUP-it serb e që u telefonua direkt nga Radojqići, pak javë para se të kryhet sulmi terrorist në Bajsk, sulm ky i cili u paralajmërua direkt në emision. E Fatmir Sheholli po delte jetë bashkëpunëtori i afërt i Betim Lështakut, miku të kryetarit të komunës së Skënderajt, Fadil Nura. Fatmir Sheholli ish pjesëtari i MUP-it serb dhe Betim Lështaku, miku i kryetarit Nura, zhvillojnë aktivitete biznesore së bashku, kurse Arben Qitaku, që shkatroi rrugën Emin Lati, ishte i bashkakuzuar në rastin Brezovica me Milan Radojqićin, kriminalin famkeq serb, që ishte një ndër pjesëtarët e sulmit terrorist në Banjsk. Të dy këta, Lështaku dhe Qitaku, kanë një të përbashkët, afërsinë me kryetarin Fadil Nura. E i njëjti, pra Betim Lështaku, miku i kryetarit Nura, kryen shumë punë në komunën e Skënderajt, duke marrë kështu të nder nga komuna që udhëhiqet nga dhëndri i tij, Fadil Nura. Por për të mos rënë në sy, Betim Lështaku ka kaluar kompaninë në emër të dikujt tjetër, si dhe duke u bërë nën kontraktor në këto projekte, forma këto për të qenë sa më larg nga syri i publikut. Me Fatmir Shehollin e UDBA-s e me shokun e afërt të tij Milan Radojqićin, lidhet e dyshimta të Fadil Nurës me dosat e tij e çmendin se cilin që mendon që i njëjti, pra Fadil Nura udhëheq me komunën e Adem dhe Hamez Jasharit. E nga thonja e famshme Bac u kry, ndodhe kundërta. Bac nuk u kry, po e fëlliqen. Muhabbet ja, aksionari me atë spionin shehu dhe rapin që fatë mirin. E ki drejt vonin. Me dytë jem aksionari me ta.